ëmbëlsira për fund. Të pathënat e kësaj jave vijnë tani për ju. Këngëtarja e cila ishte musafire në këngën e Linda Halimit vite më parë, u penalizua në festivalin shqiptar Kënga Magjike. Ky penalizim ju vu për 10 vite mos pjesëmarrje në këtë festival, por siç duket, diçka ndryshoi. Pas një bashkëbisedimi mjaft efektiv mes këngëtares dhe Ardit Gjebreës, ai ka vendosur që ta pranojë Nora i Strefin këtë vit, duke mos ia lënë fajin asaj për vonesën që kishin pasur vite më parë në provat të këtij festivali. Kështu ajo ka vendosur që të jetë pjesëmarrëse me një këngë të punuar nga Ida dhe Armend Recep-Agiqi. Përveç kësaj këngë, ajo është duke punuar edhe në disa projekte tjera, këtë herë me Flori Mumajesin dhe Big Bang Beats. Ermal Fejzullau është aktivizuar këtë vjesht sa i përket projekteve muzikore. Pas kësaj vere të gjatë, ai është duke punuar në 5 këngë të reja, ku njërës prej tyre ja ka realizuar edhe një klip të punuar nga Max Production, ndërsa Shkumbin Azizi ka qenë producenti. Titulli i kësaj këngë është Po ta fali zemrën dhe që disa ditë është lancuar në kanalin YouTube. Ndërsa për këngë tjera, Ermali ka bashkëpunuar me Alban Fortunën, Virusin, Alfred Sylen dhe Capital T. Pas sezonit veror dhe angazhimit aktual në fushata për zgjedhjet lokale, Zanfina ka menduar ta sjellë edhe një videoklip. Bëhet fjalë për një këngë të punuar nga producentët Zapin Kriz. Mangat titullohet projekti i radhës nga këngëtarja, videoklipi së cilës po realizohet nga produksioni Video Art. Lokacioni i spotit është rruga Prishtinë-Kamenic, e përpamje në këngëtares janë përkujdesur dyshja e famshme Selma dhe Kaci. Me datë 24 tetor të këtij viti, Teatri Kombëtar i Kosovës do të ketë premierën e tretë për këtë vit. Liria ime është vepra e koreografit kubanez Israel Rodriguez, i cili ka ardhur nga New York për të punuar me trupën e baletit të Kosovës. Kjo shfaqje do të jetë e veçantë për nga stili i interpretimit. Tango me koreografi komplekse do të jetë sfida e radhës për balerinët tanë. Provat për këtë shfaqje kanë filluar që 3 javë dhe kanë mbetur vetëm disa detaje për të korrigjuar. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për ju miqtë mi të dashur. Shpresoj që kaluat mirë me ne, pavarësisht këtyre ditëve të cilat ishin të stërmbushura me fushata zgjedhore. Unë ju ftoj të vazhdojnë të qëndroni me programet e Klan Kosovës. Ne takohemi sërish të shtunën e ardhshme në orën 19 e deri atëherë ju keni faqen tonë zyrtar në YouTube si dhe faqen tonë në Facebook me Prive Klan Kosova. Faleminderit që jeni me ne, një falenderimi posaçëm shkon për sponsorin tonë Golden Eagle Erotic. Natën e mirë dhe miru ta kofshim.